حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala dhe bim salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbi shokët e tij besnik dhe të sinqert dhe mbi të gjithë ata të cilët ndoqën, pasuan dhe pasojnë edhe me tej rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi edhe me tej në surën Maryam, më konkretisht në tregimin e 6 me radhë rreth Idrisit alayhi salam. Tha ndryshe jemi në ajetin 56, 57 dhe 58 të kësaj sureje të bekuar. Thot Allahu i madhruar te bareke wa taala, mas'udhu billahi minash shaitanir rajim, wadhkur fil kitabi Idris. Dhe përkujto dhe lexo ata që ata kemi zbritur ty në libër në Kur'an për Idrisin alayhi salam. Siç thatje më herët, wadhkur fil kitabi Maryam, lexo dhe kujto çka të zbritin librin, që ta zbrit Allahu në librin e Maryamës, pastaj për Ibrahimin, pastaj për Musen, për Ismailin dhe këto për Idrisin alayhi salam. Është tregimi i 6 me radhë në këtë surë të madhe dhe të bekuar me kase të cilën ka zbrit i madhi Allah në Mekë. Te bareke ve teala, edhe gjithmonë kemi cekur se surët, kaptinat, ajetet me kase kanë të bëjnë rreth njohshmërisë në Allahun e madhruar. Dhe se edhe ata pejgamber që i cek i madhi Allah azza wa jall, sikur se këtu Idrisin, e më herët Ismailin, e më herët Musen, e më herët Ibrahimin dhe kështu me radhë i cek për t'ju treguar me kazve se ata njerëz burra të mëdhej të zgjedhur nga i madhi Allah e kanë luftuar idhujtarin, paganizmin, politeizmin, adhurimin e shumë zotra dhe se të gjithë ata kanë thirrur në adhurim në një Zot, gjellet qudratuhu wa adhma sultanu. Wadhkur fil kitabi Idris, dhe kujto atë që ata kemi zbritur në tyje për Idrisin. Idris emën i bukur edhe i lehtë me thonë. Emën i bukur shumë, por emën edhe shumë i vjetër. Idrisi alayhi salam ka cilësi të veçanta dhe subhanallah, çdo pejgamber të Zotit nëse ndalesh dhe vështron dhe studion në jo në përgjithësi, por në veçanti me çka dallohen nga të tjerët, apo nga cilësi që ka dallu Allahun nga shokët e tij të tjerë vëllezërit pejgamber, gjen se secili ka diçka të veçantë. Secili ka diçka të veçantë. Edhe Idrisi ka bëjë shumë gjëra të veçanta. Idrisi alayhi salam i cekur në Tevrat, në librin në dhjatën e vjetër, mirë thash në Tevrat, në librin e zbritur Musaut alayhi salam, i cekur me emrin Ukhnun. E kanë cekë në Tevrat atje kanë thonë
dhe Ukhnuni shkoi me Allahun dhe më nuk o kthy kurr, dhe kaq. Flasëm pak më vonë për te. Idrisin alayhi salam e cekin edhe grekt me emrin Hermus, e cekin edhe egjiptiant me emrin Tuti o Tehuti. Idrisi alayhi salam ka qenë para Nuhit, i lindur në Babil të Irakut. Keni dëgju për civilizimin e Babilonisë, ka qenë mbretërinë vete, dhe ende ka gjurmë të civilizimit të hershëm në Babiloni, por nuk është kusht ai civilizim i cili ka ardhur pjesërisht tek ne sot tjetë prej kohës së Idrisit alayhi salam, nuk është kusht, sepse pas Idrisit ka ardhur tufani, edhe tufani ka bërë rrafsh me tokë, çdo send, çdo gjë shkatërroi. E kanë thënë se ka lindur në Egjipt. Se do që tjetë, Idrisi alayhi salam është gjyshi i babait të Nuhit alayhi salam. Jo gjyshi i Nuhit, gjyshi i babës të Nuhit alayhi salam. Dhe më thonë para Nuhit. Është pejgamberi i tretë mas Ademit dhe mas Shitit. Ademin e dim të gjithë, Shiti është pejgamberi i Zotit, thuhet se është djali i vogël i Ademit alayhi salam, ja ka falur Allahu diku në moshën 130 vjeçare pasi ja mor Habilin. Kur Kabili e vrajti Habilin dhe Ademi u mërzit shumë, e Allahu deshti mja kompenzua atë mërzi Ademit alayhi salam dhe ja fali Shitin. Dhe boni shumë të mirë. E Ademi dënë të shumë atë. Se do që tjetë, pastaj prej tina janë shtu lozët më shumë, e prej tina ka ardhur edhe Idrisi alayhi salam. Ka disa të thana historike, por jo të vërtetuara, se Idrisi alayhi salam e kanë zanë gjallë edhe Ademin. Ka, por jo të vërtetuara. Se do që tjetë pejgamberi i Zotit, njeri i madh. Pse është quajtur Idris? Thash këta emra që i ceka janë të kulturat dhe civilizimet e huaja duke filluar nga dhjata e vjetër atje, para 4000 viteve më shumë. Pse është cekur Idris? Është cekur Idris, Allahu alem, kanë thënë ulemaja jon, se Idris është prej dersit, se ka marrë derse shumë. Ka folë shumë për dinin e Allahut Azza wa Jall. Ka qenë i angazhuar shumë me derse Idrisi alayhi salam, për atë arsye është quajtur edhe Idris, që mëson shumë dhe jep derse shumë. Idrisi është i pari në rruzullin toksor i cili e ka përdor lapsin dhe ka shënuar me laps. Njeriu i parë në tokë të Zotit e ka përdor lapsin dhe i ka mësuar të tjerët me shënuar. Idrisi është njeriu i parë në tokë të Allahut i cili e ka përdor qepjen e teshave. Deri atëherë, prej Ademit alayhi salam e deri te Idrisi, njerëz janë pështjell me lkura. Janë pështjell, për desh nuk ka nejt. Janë pështjell njerëzit. Me lkura. E Idrisi është i pari i cili e ka përdor qepjen. E që aty në fal kurave, edhe ka filluar me vesh. Edhe është i pari pra që ka përdor teshen me vesh, jo veç më pështjell, edhe pastaj e ka përhap edhe të populli i tij dhe të lostë e tina. Idrisi alayhi salam është i pari i cili e ka marrë kohën. Është i pari i cili e ka marrë kohën nëpërmjet yjeve dhe lëvizjeve të planeteve. Është i pari i cili e marr matematikë. Është i pari i cili ka ndërtuar një qytet, një vend e banim si qytet. Është i pari i cili ka vendosur bazat e ndërtimit të qytetërimit. Për atë arsye Idrisi quhet pres i të gjithë i shumë shkencave, apo të në shkencë, sepse kanë fillu shkencat kohën e tij dhe pastaj kanë vazhdu me urrit. Bile dhe kimin, ja gjesin,
Idrisit alayhi salam. Një prej këtyne tënave, në kohë të vërtet, një prej tyne, cilla do, bërë cillën dush, pejtë funit dhe të parën, deri të lapsi, a nuk jap me kuptu se kultura e sodit, e kohës bashko, nuk është veç e sodit, apo thujma ndryshe, se njerëzit gjithmonë, prej fillimit dënja se kanë lodhë kryt e vetë, i ka mësu Allahu qysh me jetu njerëzit. Nuk ka në hadith pejgamberit alayhi salam për Ademin, se ka qenë bujk, e ka lavdru, e ka marrë farën, e ka gju, e ka mjell, e ka korr, e ka shtyp me qa ka mujt, edhe e ka hangër, me qa të mundësi që i ka pas Ademi. As i ka pas djelë të vetë, zëtën edhe kur erdh puna me qitë kurban Kabili dhe Habili, njëni ishte bari, dhe tjetër ishte bujk, me punu tokën. Po, pra nuk kanë hangar, që ka hajnë hajvant. Që flasin shumë njerëz, që nuk e besojnë misionin qellor, nuk e besojnë Allahun, dhe mendojnë se njeriu i parë nuk ka ditë sa veç me jetu në për shkëmba, në për shkëmbi, në për shpela, dhe se jetë ati thua se nuk ka daluar për jetës shtazarake, për jetës së shtazve. Nuk ka pas fiqirja i me ditë me pjek një pula, një lëpa, po ka prit det vjen murmurima atje me kall, tani me pakë zjarmin, që është për dhezet, e qaj zjarm, qaj bubullimja, që lej dikuna e farhajvani e myti që aty, e murë hangër do ki sheshëm. Kuna pikallzeti, a fëmive klasë parë pikallzetje pralla, për mishti me flajtë, min 3-4 vjetë mi kallzu me prasë, për mërgju me qëtë me kallzu me zarë. Edhe vetë kënjanin në telefon atje, një hoqë të madhë, sa u di bimbazin, Allah e pas më shëru edhe unë ndëgja isha, a bën me i rajtë minë se s'flanë, pa i kallzu prallën, s'di mi kallzu pralla. E do të me rajtë me shpik një prallë për me shti me flajtë. Nuk flanë, te prallat mje për në kallzona, dhe hoqë tha nuk e di, a quhet rana, nuk quhet. Pra, civilizim është i herë shumë, këtu deshta me dalë dhe më ndalë, por si pas mundësive dhe kushteve dhe hapsire të cilat i kanë pasur njerëzit me kohë, dhe mjaftojnë këtë dëshmi gjurmë të civilizimeve të lashta që na i kalanë Allahu deri sot. Mjaftojnë prej tyne edhe në Babil me shku në Irak atje, nëse shkojmë në heri shofëm gjurmë, deri të piramidat dhe deri të shumë sene tjera që kanë mbetur e që ju mund të dinë edhe ma mirë se sa unë. Pra Idrisi, pejgamberi Allahut, Idrisi njeri i madhë, pe adhëron Zotin shumë, të bareke wa ta'ala. Po thëtë Allahu innehu kana siddiqan, e përshkru me 3 cilësi Idrisin alayhi salam. Me 3 cilësi. Cilësia e parë kana siddiq, dhe kemi folë ma herët që ka është siddiq, ai që është i drejtë. Po drejtët me kanë tonë muslimant, po dhëtë me kanë tonë muslimant, por pejgamberët janë shumë më të drejtë. Të pejgamberët nuk ka vend një mënyrë dallaverja, as mashtrimi, ja, së interesit një veç drejtë. Drejtë. Ata janë pejgamberët Allahut. I besojnë thellë çdo gjë që vjen nga i madhi Allah, dhe praktikojnë dhe punojnë me drejtësime atë që i ka mësuar i madhi Allah. Pastaj cilësia e dytë që përshkruan i madhi Allah Azza wa Jall, nebija ka qenë pejgamber, por jo rasul. Për Ismailin tha rasul, ndërsa për Idrisin nuk po thot rasul, por po thot vetëm nebi. E ne kemi të sekur se nebi dhe rasul kanë dallim. Idrisin Allahu e bëri pejgamber. Idrisit Allahu ja zbriti 30 fletushka, sahife, suhuf fletushka. Ja zbriti i madhi Allah. Dhe me to dhe me mësimet e gjyshit vet atje Ademit të stërgjyshit, e adhëron të Zotin shumë Idrisi alayhi salam. Cilësia e tretë që përshkruan i madhi Allah Azza wa Jall, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dhe ne kemi ngrit Idrisin në një shkallë
shumë të lartë. Veç për Idrisi ka thonë qështu. E pastaj ka thonë për pejgamberin tonë, në fund dunjas, në fund zinxhirit pejgamberëve, wa rafa'na laka dhikrek. Ty e Muhammed ta kemi ngritur dhikrin për kujtimin tënd. Dhe me thonë nuk përmena onë e që nuk përmena është ti me mua. Kjo është e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndash në shahadet, ndash në zën, ndash në kamet, ndash namazën të hjat, ndash. Zbant pa përmen Rasulullah alaihi salatu wassalam. E ka ka ngrit Zoti emrin lart, famën e madhe ka bë. Edhe për Idrisin ka thonë Tabaraka wa ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya, e kemi ngrit Idrisin lart. E kemi ngrit Idrisin lart, për çka është kuptimi me këtë që ka ngrit Allahu Idrisin lart? I kanë dhënë dy mendime. Mendimi i parë është në mënyrë figurative, e kemi ngrit lart për nga ana e respektit, për nga ana e shkallës privilegjes të lartë që kemi bërë burr të madh. Duke e shpallur dhe pejgamber dhe duke as zbritur atë 30 letushka. Kuptimi tjetër është se Allahu e ka ngrit atë në kuptim të vërtet, reale ka ngrit shumë lart. E ka ngrit qiellin e katërt lart Idrisin alayhi salam. Abdullah ibn Abbas e pyet Ka'bin, Imam Tabariu të cekit tregim tafsirin e vet. Abdullah ibn Abbas e pyet Ka'bin, ja Ka'b, çka thuti për këtë ajet kuranor? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dhe kemi ngrit atë në shkallë të lartë. Ka'bi për thot, Allah i madhruar i tha Idrisit, o Idris, mrana ditës, la ilaha illallah, mrana ditës, 24 orë, mrana ditës, ngriti prej teje amele veprat mira nalt, vinë të one, sa që vinë për krejt njerëzimit në kohën tonë, lartë mrana ditës. Imagjino, ne, amen të billah, kam besuar Allahun, Allahun në forcoft në falt, për nga flet, që shumë kohë i kalojnë nga flet mirët në të mirët. Për çdo ditë, në ngritet amel nalt të Zotit. Për çdo ditë, po që në ngritet, dhe sa në ngritet, dhe çfarë në ngritet nalt. Për ditë, deri te momenti i fundit i vdekjes, deri te dita e fundit, kur të dhe mbyllet dosja jote dhe jamja, edhe me frimare fundit mbyllet edhe ajo, edhe me laçet shkojnë lart në qiell, edhe dërzojnë dosjen tonë edhe temen, në vendin tonë atje, edhe temen edhe të tjetërit, ku e ka caktuar Madhi Allah, për më në ardhë sërish në ditën e kiametit, si liber për ta lexuar çka kem punu. Imagjino, sa ka ngrit Allahu Idrisin, sa që ka njerëz krejt, le t'jenë 10.000, le t'jenë 100.000, le t'jenë sa t'jenë në atë kohë, sa që punojnë ata krejt në një anë dhe ngritën amele vepra naltë Allahu, Idrisit vetën i ngritet ma shumë. Idrisi alayhi salam, Idrisi me së, jo me zë. Idrisi alayhi salam o knaq, por ju shtu vullnet edhe koraj me punu hala. Tha o zët, bëm të punoj hala ma mirë. Punoj hala ma shumë veprat mira, e t'jem edhe ma i ngritur të te, të mgriten edhe ma shumë veprat mira mua të te o zët atje, la ilaha illallah. Që këtë të me kanë synimi pejgamberve dhe rruga pejgamberve. Këtu e në gjurë të pejgamberve. Me bëgara në punë të mira. Për punë këqia, kur falë më skofshat, mësë më kalë zabile. Allah i madhruar i adërgën një melache Idrisit alayhi salam. Edhe thëtë së një melache, jam një melache afer të Allahut. Idrisit thëtë po, kam një kërkes të ti. A bon me i thonë me leku të vdekjes, e cila në e merë shpirtin me mashtu e gjelin që të pënoj hala amele veprat mira. Me bo shëfat, me ndërmitsu të melacja e vdekjes. Melacja i thot, hajde me mu. Edhe qëtë në kraht vet, edhe në gjitët lartë një qiellin e katërt. Edhe në qiellin e katërt,
rastësisht tu kalu e takon me laçën e vdekjes. Dhe i thot kjo me laçës e vdekjes, kështu dhe kështu dhe kështu, ka thonë Idrisi dhe në kam një kërkesë për te. Mi ashtu vdekjen. Edhe me laçja e vdekjes e tha, pse ku Idrisi? Tha Idrisi në kam qenë shpinë tem, me veti. Subhanallah, tha unë ku marrë urdhërin prej Allahut. Me ja marrë shpirtin Idrisit në qiellin e katërt, e unë e thejsha, qysh ja marrë qiellin e katërt kur Idrisi janë tokë. Edhe veç janë gjithë Idrisi, trak edhe s'ja falë as një sekund. Hiq, edhe ja mërë shpirtin Idrisit në qiellin e katërt. Kështu e kanë komentu ulemaja këtë ajet Kur'anor. O rafa'nahu mekanen aliyya, dhe kemi ngrit Idrisin shkallë të lartë, që asë kemi ngrit pejgambert e tjerë. Kështu kanë thonë edhe shumë ulemat të selefve, si Ibn Abbas i vetë, ka thonë Mujahidi, dhe ulemat tjerë të selefve, por kanë diskutuar sa është ngritur Idrisi në qiellin e katërt, i gjallë, tysh është ngrit Isa alayhi salam, apo është ngritur i vdekur, dhe në dy, kur është ngritur në qiellin e katërt, a ka met i gjallë, si Isa alayhi salam që është i gjallë, Isa nuk ka marrë shpirtin në qiell. Se ka marrë shpirtin Allah në qiell, Isa ngrit pej tokës edhe është në qiell. A thu ka mbet njëjtën gjatë, njëjtën situatë edhe Idrisi alayhi salam. E vërteton këtë, Allahu alem, e vërteton këtë, se Idrisi është ngrit në qiellin e katërt. Hadithi vërtet që është në Bukhari dhe në Muslim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Miraj, kur tregon Miraj që ka shkuar dhe që ka pa katën e parë, katën e dytë, katën e tretë. Dhe në katën e katërt, kur Gjebraili lyp leje mu hap qiell dhe qielli hapet, dhe e shef një njeri dhe ai përshëndet, e jap selam dhe thot merhaban, mirë se erdhe. Dhe pas ja kthej në shpinën, pejgamberi pyet Gjebrailin, e kush është kë? Tha, ky ishte Idrisi alayhi salam. Pra të cilin Allahu e kishte ngritur në qiellin e katërt. Allahu a'lam. Si do që tjetë, cili do kuptim që tjetë, i para apo i dyti, Allahu po e citon qartë se ne kemi ngritur në një shkallë shumë të lartë Idrisin alayhi salam. Pas me këtë ajet përfundojnë të tregimet e pejgamberëve të Zotit që i ceku Allahu deri me ta ne, duke futur edhe Mariamin në të si tregim, apo Isaun si lindje të tij. Pas kësaj na thot Allah për krejt këta që u cekën deri më tani. Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Ata që u cekën deri më tash, prej Zekrias në fillim, e Jahjas e Isës, e radhazi deri te Idrisi, janë ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Janë pejgamber të cilët Allahu an'ama alejhim i dha nimete dhe dhunti të dunjas dhe të ahiretit. I privilegjoj dhe i dalloj në këtë dunja dhe ka për të privilegjuar dhe dalluar edhe në ahiret në botën tjetër. Min dhurrijeti Adem, prej lozëve të Ademit. Natyrisht, krejtjen lozë të Ademit, alayhi salam. E pastaj, pas e cek në këtë në përgjithësi këte, vjen duke nda i madhi Allah te bareke wa taala. Min dhurrijeti Adem wa mimmen hamalna ma Nuh. Nga lozët e Ademit, po edhe nga lozët e atyne që i kemi bartur në anije me Nuhin. Nga lozët e Ademit, edhe pse ka për qëllim krejt pejgambert, por në veçanti përjashtohet Idrisi që atë se këto, sepse Idrisi nuk ka ardhur prej Nuhit, por është para Nuhit. Andaj nuk ka qenë prej atyre që prinda po dysha stërdyshin Nuhi e Idrisit ka qenë në anije. E pastaj ata të cilët e kemi bart në anije me Nuhin, janë pejgambert e tjerë krejt radhazi, që ka ceki madhi Allah, azze o gjel, një pas tjetërin, bile dhe ta që se ka ceki madhi Allah, deri të pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi wasallam, po deri të njësat, sepse njerëzimi krejt rrjedhë prej Nuhit, gjithsesi prej 3 djemve të tij, andaj edhe Nuhi quhet baba i dytë i njerëzimit, sepse ata që kanë qenë para Nuhit janë shkatruar dhe i ka mbytur tufani krejt, e prej Nuhit, prej 3 djemve të tij, është shtuar dynjaja dhe ka ardhur deri në ditën e sodit ku jemi ne.
Wa min dhurriyyati Ibrahim, po edhe për atyne lozët Ibrahimit që ne i kemi ndëruar. E lozët Ibrahimit alayhi salam që ka cekë madhi Allah është Ismaili, Ishaku, Jakubi, po edhe të tjerët. Wa Israil, edhe për lozët të Israilit, e Israili është Jakubi alayhi salam. Për atë arsye kemi thënë prej fillim Beqaratje quhen Benu Israil, a jahudit, këta i thojnë Jehud, në amen të birit të fundit, në amen të birit të madh Jakubit Jehudha. Me dhe, pastaj është bë dë, Jehud. E ne i themi Jehudi. Sepse në fesitina, sa ta në dëgzu shumë, kemi folë ma gjatë për te. A në esens, krejt, vinë prej Jakubit alayhi salam. Prej Jakubit vinë, e Jakubin Allah ka qujt Israil, dhe me thonë Rabbi Allahu Azza wa Jall. Pra, fjala është për Israilin, Israil është fjala për Jakubin, dhe beti Jakubit alayhi salam, e që është Musa alayhi salam, i cekur këtu, po dhe pejgamberët e tjerë, të madhët Allah, tebaraka wa ta'ala. Wa mimmen hedejna wa qtebejna, dhe prej pejgamberëve të tjerë që i kemi udhëzuar dhe i kemi drejtuar. Këta dhe pejgamberët e tjerë krejt, la ilaha illallah. Ky ajet i përfshin këta, që ka thani Ibn Kathiri, por i përfshin edhe krejt pejgamberët e tjerë, të cilët nuk i ka cekur i madhi Allah këtu, tebaraka wa ta'ala. Pra që janë lozë, disa lozë tyne, se për Jakubit deri te Isa, lozë e Jakubit, e Zekriaja, e Jahja, këtë lozë të Jakubit alayhi salam. Pra që të gjithë pejgamber që janë cekur dhe ata që nuk janë cekur, Allahu pëthët për ta, tebaraka wa ta'ala, mimmen hedejna, që i kemi udhëzuar, la ilaha illallah, i kemi drejtuar, wa që të bejna dhe i kemi zgjedhur, i kemi privilegjuar, i kemi bërë pejgamber. Qëka është punë aty në krejtë o zëtë ty në pejgamberve? Punë aty në është 2 pika. Idha tutla alejhim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukia. Të atillët krejt, qërë pejgamber të Zotit, të atillët krejt, që cekur dhe shumë të tjerë që nuk janë cekur, idha tutla alejhim ayatur rahman, kur të lexohen atyre argumentet, shenjat e Rahmanit Allahut, kharru sujjadan wa bukia, përplasen dhe gjuhën tokën sejdë, edhe plasin, ju plas vaje, i dalin let nga friga ndaj të madhit Allah azza wa jall. Kush ka më shumë të këtë dynja? Pejgamberi të Allahut. Kush e ka frikën më shumë të Allahut këtë dynja? Pejgamberi të Allahut. Kush ka derdh let më shumë të këtë dynja për Allahun? Pejgamberi të Allahut. Tebaraka wa ta'ala. Idha tutla alejhim ayatur rahman, kur u lexohen atyne ajetet e Rahmanit. Pse ka thonë ayatullah, ajetet e Allahut? Ajetet e Rahmanit, sepse emri Rahman është i gjithëmshirshëm dhe mbjell ta i që ndëgjon dhe lexon rahmet madh. Çfarë do të thotë se krejt shenjat, argumentet, ajetet të cilat Allahu qoft pejgamberit tonë ja zbriti këto deri te Idrisi në fletushka dhe deri te Ademi dhe më herët dhe më vonë, çai zbriti Zoti dhe me çka inspiroi që të gjithë ata që të gjitha ato shenja kanë qenë shenja të rahmetit. Për zëtën krejt mesazhit qiellor është rahmet për Allah, rahmeti Allahut për njerëzimin, krejt dini Allahut është rahmet për njerëzimin, la ilaha illallah. Por mbrana këtij rahmetit Allahut ka dhe angazhime dhe obligime dhe detyra. Idha tutla alejhim ayatur rahman, kur u lexohen atyre argumentet e Allahut, kharru, nuk ka thonë bin sejdë, por përplasën, bof, gjuhën sejdë. Në atë mënyrë figurative që tash ndjenjat e shpirtit e jamujnë edhe logjikën dhe kontrollin psiqik. Thonë ndryshe, edhe ne bim Allah të sejdë, por marrëm avdes, e presëm azanin, e thërët azanin, e i kameti, e janë isën falë, me kada kadale, tani bim kadalen, fond dikun sejdë. Edhe na bim sejdë, ndërsa për këta pëthët Allahu, jo, këta me njëherë gjuhën edhe binën sejdë. Sepse dashuria madhe ndaj të madhit Allah, dhe friga madhe ndaj të madhit Allah, tebaraka wa ta'ala, i bën ata burrat mëdhej që nuk kanë kohë me u kujtu, as me nejtë në kam as në ruku, por drejt në sejdë, edhe të duke qajtur për Allahun azza wa jall.
kharru sujjadan wa bukia, u dalin let, u plas vaje, nuk mujnë me nal vajin ata burra të mëdhej. Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe pa dyshim se është i kënaqur me ta, po qoftë i kënaqur me neve. Ky vend këtu është prej vendeve që pejgamberi ka bërë sejdë. Pse? Sepse Allah po ja përshkruan pejgamberit që ka ndodhur të ata burrat mëdhej, andaj ti o Muhammed, ndiqë rrugën e tyne. Po dhe ju musliman, për pejgamberi ka ranë sejdë dhe këna ka urdhëruar neve me ranë sejdë, që quhet sejdë të tilave, sejdë e leximit Koranit. Na ka lexuar neve me ranë sejdë. Pse? Sepse ata pejgamber janë rrnek për ne, janë mostër për ne. E me ndjekë rrugën e tyre me pasu ata pejgamber. Me pasu. Bilen diçka nëse nuk mujna në shumë gjana, ndoshta i madhi Allah me rahmet dhe mëshirën e tina, edhe në bashkan gjitë me ta në ditën e kiametit, e në pështën i madhi Allah Azza wa Jall. Allah në bohët me ta bashkjara bel alemin në ahiret, tysh në ka bon këtë dënja me i dasht pejgamber të Allahut Azza wa Jall, e në forcoft imanin, dhe në bohë për atyre të cilët kërë lexojnë ajetet e Koranit, urqethen zemrat e tyre dhe u pelset vaji. Allahu na mëshiroft sa t'jem këtë dënja dhe na mëshiroft ditën që kemi dalë për kësaj dënjaje. E na mëshiroft ditën që kemi më ngjallë para të madhët Allah Azza wa Jall. Kaq sa për sot, sepse me kaq që përfundojnë këto ajete koranore dhe kjo temë, de facto dhe fillon temë tjetër, krejt tjetër, dhe deri në javën e ardhshme. Inshallahu Taala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa